Të dashur shqiptar, këto janë 3 qirinj. Përfaqësojnë emrin Debora, që do thot blet në gjuhën siriane. Kjo fjalë është për herë të parë e regjistruar në Siri. Ka kuptimin bleta punëtore. Kjo fjalë është gjetur vetëm në 3 vende në të gjithë botën. Është gjetur në Debora, Dibra, kryeqyteti i Ilirëve me emrin Sklav. Penestia, që vjen nga shprehja Aristotelit penesteia, skllavëria. Ky është qiriri i parë. Debora e Dibrës, që u bë Dhivra, është qytet në Konispol. Dibra u bë Dhivra dhe nuk vjen nga fjala dëbor e shqipës. Dhe kjo është regjistruar në pllakën e parë në Dhivra dhe në Dibër. Dibra është bleta në gjuhën semite, siriane. Debora e dytë është gjetur në një qytet tjetër, por në Azinë e Vogël, në një mbretëri që quheshte Kikilia, është origjina e sicilianëve. Ata erdhën nga Kikilia për në Sicili. Ky është origjina e emrit Sicilia, vjen nga Kikilia në Azinë e Vogël, ishin prygian. Dhe atij është gjetur mbi shkrim një varri të një gruaje të bukur me emrin Debora, një tekst shumë prekës. Unë kam qarë kur e kam lexuar për herë të parë në greqisht. Dhe teksti i tretë është gjetur në një qytet që ka patur 2 emra. Apollonia, por emri më i lashtë ka qenë Antiokia. Pra grekët ja vunë Apollonia. Edhe atij është gjetur një tekst identik. Debora e bukur, që është ndarë nga burri në moshë të re, që fëmijët qajnë për të, dhe ky është teksti i varrit të Deboras në Antiok, në Azinë e Vogël. Tani, ç'a ndodh? Ja dërgoj për ta përkthyer të njëjtin tekst të 3 pllakave të ndryshme inteligjencës kompjuterike dhe më pyet mua inteligjenca kompjuterike përse dërgoj të njëjtin tekst nga njëjti autor. E përsëris. Njëri është në Dibra, Dhivra, emri Dibrës. Tjetri është në Psidia, qytet në Kikilia, dhe tjetri është në Antiok. Janë 3 qytete. Kaq larg nga njëra tjetra, kanë të njëjtin tekst, flitet për të njëjtën grua, që ka vdekur, për të cilën e merr malli familja, fëmijët e saj dhe burri i saj. Është i njëjti tekst i përdorur në 3 qytete të ndryshme të botës të pushtuar nga Helenët. Qyteti Dibra, Dhivra në Dibër, ose Hyskania, qyteti tjetër në Psidia dhe qyteti tjetër në Antiok. Dhe inteligjenca kompjuterike mua më thot që është i njëjti autor. Po si ka mundësi? Si ka mundësi që një grua të vdes në 3 vende të ndryshme në të njëjtën kohë? Si ka mundësi të jetë i njëjti tekst, i njëjti burr që e merr malli për gruan? Madje vargu i parë është O adheu im i lavdishëm. Kështu fillon çdo tekst për vajzën Debora, që do thot bleta në gjuhën siriane. Kjo është përtej jo imagjinatës njerëzore. Kjo është përtej mundësive kompjuterike. Edhe kompjuteri u shashtis të dashur shqiptar, se si i njëjti tekst shfaqet në Dibra, në Antiok dhe në Psidia.
E kuptoni çfarë ka ndodhur? Grekët kanë falsifikuar vdekjen e vajzës Debora, e kanë fshehur pllakën në Antiok. E kanë fshehur të njëjtën pllak në Psidia dhe e kanë fshehur të njëjtën pllak në Dibra, e nxjerrin nga toka grekët, se fjala arkeologji vjen nga greqishtja, që ta dini ju. Ka kuptimin arkeo, e vjetër, dhe logia fjalë të vjetra. Kjo është arkeologjia për grekët. Tekste të vjetra. I nxjerrin pllakat nga toka grekët, e kishin varrosur vetë. E nxjerrin nga toka dhe thonë, këto janë pllakat të grekërve të lashtë që kanë banuar këtu në Kikilia, që kanë banuar këtu në Antiok, që kanë banuar këtu më herët në Penestia. Dhe kjo është toka jonë, dhe ky qytet gjithashtu do ta marrë emrin Debora. Në Greqi ndodh që një qytet ka disa emra. Epidamnos quhet gjithashtu Dyrachion, një qytet në Greqi, Troizen, ka 6 emra, është ndruar emri i qytetit 6 herë. Grekët janë mjeshtra të manipulimit të mashtrimeve. Po ashtu, emri Hellas, emri Helladës, është ndëruar në Zotikos, i gjalli, Zoti i gjallë, për Krishtin. Ka ndryshuar emrin e Helladës me emrin Zotikos, sepse emri Hellada ju dukej atyre emër nga ilirishtja, nga fjala sjell e ilirishtes. Seloi, ata që sillen me këmbë të zbathura sipas Homerit. Dhe nga frika se mos kjo fjalë është ilire, e ndryshojnë fjalën seloi dhe helloi, priftërinë të Hellas dhe të Sellas, Sellasia quhet Hellada në gjuhën e arvanitasve, e heqin fjalën Hellas, origjinën e Helladës dhe vën emrin Zotikos, grekët. Ka që janë manipulues dhe të poshtër, nga frika se mos është fjalë arvanitase. Pra edhe një herë, Dibra në Peshkopi. Nga Debora, sipas veprës Aleksiad të Ana Komnenas. Debora në Psidia dhe Debora në Antiok është i njëjti tekst për një grua të re që vdes herët, ndoshta legjenda e bletës që vdes herët, Debora, miti i bletës, është bërë emri një gruaje që vdes herët, për të cilën e gjithë familja merr malli, ka lënë mbrapa fëmijë të vegjël dhe ngjan jashtëzakonisht shumë me tekstin e Rozafës. Kopje, në fakt, kur po regjistroja filmin, më shkoi mendja tek Rozafa, që lë gjirin jashtë, që do të ushqej fëmijët. Është legjend. Dhe grekët e marrin këtë legjend, e bëjnë emrin një gruaje të varrosur në Psidia, Antiokia dhe Penestia. Dhe ju thonë, njerëzve në Sicilia, këtu kanë banuar grek të lashtë, sepse kështu thot arkeologjia, kjo pllaka, kështu ju thonë njerëzve në Antiok, duhet të bëni sklevritan, sepse këtu kanë banuar grek, dikur kemi gjetur pllakën, dhe kështu ju thonë Dibranve, ky vend do të quhet Dibra, emri i Deboras, bleta në gjuhën siriane, sepse këtu kanë banuar grekët e lashtë. Grekët kanë manipuluar historinë e ilirëve. Një lloj siç manipuluan historinë e sklevrëve të tyre në Sicilia dhe në Antiok. Është i njëjti tekst, është i njëjti autor, është e njëjta skem, mashtrimi. Ky është kulmi. E besoni apo jo? Pra, emri Dibrës përfundimisht është bleta nga gjuha siriane, për shmashtrim. Grekët kanë futur në tokë një pllak
E kanë nxjerr nga toka, kanë thënë që këtu ka qenë dikur një varr i dikurshëm i një gruaje që quhej Debora dhe vendin tuaj do ta quajmë Debora. Dhivra në greqisht. Kjo ka përcen çdo lloj romani fantastiko-shkencor, po ky është realiteti shqiptar. Grekët fusin pllaka në tokë dhe thoni lirëve që këto janë pllaka të lashta, prandaj ju duhet të mbani emra grek të vendosura nga njerëz më të lashtë se sa ju. Këtë nuk ta merr mendja, por këtë e beson kur shikon që grekët, priftërinjt grek, marrin kockat e shqiptarëve, i fusin nëpër arkivole, i rivarosin si ushtar grek në Shqipëri. Dhe kjo është e regjistruar. Duhet shkruar një roman për këto ngjarje. Do ta bëj këtë një roman unë. Unë kam të drejtën e autorit sepse unë e gjeta. Por e ka bërë Ismail Kadare, generali i ushtrisë së vdekur. Por ai i kujtonte se kjo ishte diçka e shpikur. Grekët kanë realizuar generalin e ushtrisë së vdekur në realitet. Në vitin 1997. Kur futën kockat e ushtarëve grek në varret shqiptare, po s'janë ushtar grek, si janë kocka fëmijësh, kocka grash, shqiptare të vjedhura, të veshura në rroba ushtarësh grek dhe të varrosura përsëri. Eshtra të vjetra me rroba të vjetra ushtarësh grek. Nuk ta merr mendja këtë që bëjnë grekët. Kaq të ligj janë grekët. Grekët thonë që nuk ekziston teatri shqiptar dhe ndërhyjnë në Partinë Socialiste për të prishur teatrin shqiptar. E kanë thënë vetë në parlament, nuk ekziston teatri shqiptar. Kur ne kemi prova, filma të pjesëve teatrale të autorëve shqiptar, dhe të huaj, të përkthyer në shqip. Dhe Grekja Spiropali thot nuk ekziston teatri shqiptar. Në kamera ish kryetare e parlamentit, një greke e ndyrë. Grekët të mohojnë historinë që ti e ke regjistruar me kamera dhe thonë nuk është e vërtet, të prishin dhe teatrin, grekët. Të fusin dhe eshtrat e ushtarëve grek, por që s'janë ushtar grek, por të veshur si ushtar grek. Kjo që po ndodh në Shqipëri është si një roman fantastiko-shkencor i keq. Por kjo që gjenden tekste të njëjta identike të një gruaje Debora në Dibër, në Psidia, në Sicilia dhe në Antiok, në Azinë e Vogël, qytete mira kilometra larg njëri tjetrit, është i njëjti tekst. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Kaq të poshtër janë grekët. Dhe këtë poshtërsi e kam zbuluar krejt rastësisht. Pra të gjitha pllakat me emra grek dhe të gjitha monedhat janë falsifikime. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Grekët të fusin monedha në tokë dhe thonë, këtu kanë qenë grek të lashtë. Kjo është provinca jonë. Të ndrojnë emrin, të ndrojnë historinë grekët. Po kjo është tmerr, kjo që ka ndodhur. Emri i Dibrës është një falsifikim. Dibranët nuk kanë dëgjuar kur për zonjën e bukur Debora me emrin Bleta. Dhe nuk është varrosur ndonjëherë ndonjë grua Debora në Dibër. Po grekët kështu thonë, të dashur Dibran, emri juaj është emri i Bletës në gjuhën siriane dhe hebreje. Po shtërsi të tillë nuk ka parë historia e njerëzimit. Këta janë grekët dhe këtë e kam zbuluar unë krejt pa dashur, duke kërkuar emrin e Dibrës. Pra gjithë historia e ilirëve është e ndotur, është e falsifikuar nga grekët. Tmerr.
3 herë të merr.